çka ka qenë e veçanta e këtij dokumentari, Afrodita, është që unë kam tentuar ta sjell përpunimin e një dokumentari ndryshe nga ajo çfarë kam bërë në të kaluara. Unë kam realizuar dokumentare tjera dhe jashtë vendit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos, dhe kësaj radhe kam bërë një përpjekje që ta sjell dokumentarin pa narracion, duke vendosur në plan të parë dokumentet edhe pamjet autentike, filmimet autentike, intervistat reale, autentike dhe natyrisht kontekstualizimin nëpërmjet një rrëfimi të veçantë, nëpërmjet pamjeve të cilat edhe intervistave të cilat i kemi sjell nga vendi, edhe stand-upeve, edhe ndërlidhjeve të cilat i kam bërë nga vendi i ngjarjes, duke patur në plan të parë që nuk kam parë dhe nuk kam patur asnjë moment tjetër për ta bërë herën e dytë. Pra, në gjuhën filmike i bjen one take, i bjen me të parën, realizoje ato çfarë mund ta realizosh dhe më pastaj ndërlidhe në formën që di ta bësh.